Partia Demokratike mbyll sot fushatën elektorale për zgjedhjet e 11 majit, kurse lideri i saj Sali Berisha i dërgon mesazhin e fundit diasporës shqiptare. Berisha gjithashtu ka denoncuar parregullësitë në procesin e votimit me post në disa shtete, sidomos me Greqinë. Ai u ka bërë thirrje shqiptarëve të udhëtojnë dhe të votojnë fizikisht në vendlindje. Jashtë vendi që mund të vi këto 2 ditë dhe të votoj ditën e diel në qendrat e votimit do t'ishte shkërbim i jashtëzakonshëm, një rast unik që u jepet për t'i shërbyer vendit. Së dyti, sot ne mbyllim fushatën më të bukur, më entuziaste, më optimiste të shqiptarëve të lirë, të njerëzve të lirë në bulevardin e ri të kryeqytetit. Mbrëm kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha në takimin përmbyllës në Shkodër e quajti një triumf lajmin e dhënë nga gazetari amerikan se ai mund të udhëtojë drejt Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Ai falenderoi presidentin Trump.